A duhet ndryshuar kasta politike në Shqipëri? Unë kam 30 vjet pa ardhur në Tiranë, është herë e parë, jam nga Durrësi, rri në Itali. Po si do duket Shqipëria? Ka ndryshuar? Me thënë të drejtën, në ambientet eksterne, flasim për rrugët e për kulturën e njerëzve, mbi të gjitha, flasim nga bar, restorant, është perfekt e themi, është shumë e avancuar. Nga ana e politikës, them që është disperacion për ata që unë marr një pension këtu. Shkova dje që morë të rojke pensionin tim. Ishte 5 ditë që ka vonesa për pensionet, që njerëz janë smur dhe qanin sepse donin atë pension për të bler bukë, është shumë e varfër. Dhe janë çmimet skandal, më të larta se sa në Itali. Kjo është diferenca që bëj unë, kam marrë pak. Për 30 vjet 4-5 herë kam marrë, nuk mund të them më shumë. Faleminderit shumë. Porque do të marrin masa, nuk është puna të hudhësh Berishën, e të ngresh Sali atë Ramën, apo tu është një politikë që do ta marrin të rinjt. Jo ata që bëjnë një konkurrencë me botën e jashtme siç është Amerika, siç është Izraeli që po sundon botën dhe po bën genocid edhe me fëmijët. Ata janë apogjuar dhe vek kapelin e Izraelit ai në Mekë, domethënë do të shohë këtu gjendjen e këtushme. Jo të flasë për luftën, për këto, ose për investimet amerikanë. Ti shif dhe metri kuadrat e një apartamenti, ose një skandal. Ku mund ta marrë një që s'ka punë, s'ka garanci? Kjo është, domethënë, do të krijojmë mirëqenien e të ardhurave të njerëzve. Faleminderit shumë.